Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi zhvilloi një takim elektoral me banorët të Delvinës. Bashkë me kandidatët për deputet Ardit Bido dhe Ina Majko, Çuçi kërkoi mbështetjen me votë në zgjedhjet e 11 majit. Partia Socialiste vjen me një ekip për zgjedhjet e 11 majit me 3 delvinjot. Unë rastisa që isha delvinjot, sepse sigurisht unë vi si përfaqësues i kryesisë të Partisë Socialiste dhe përfaqësoj të gjithë qarkun, por fakti që origjina ime është Delvina duhet të jetë absolutisht në favorin e Delvinës. Në vijim të fjalës së tij, Çuçi renditi 5 arsyet pse duhet zgjedhur Partia Socialiste dhe numri 5 në këtë zgjedhje. Ai tha se së pari është transformimi i Delvinës dhe Shqipërisë, së dyti janë projektet që duhen bërë në vazhdim, së treti është oferta përballë me Sali Berishën dhe së katërti është ekipi i kandidatëve të Partisë Socialiste dhe lidershipi i Edi Ramës, por dhe së pesti antarësimi në Bashkimin Evropian. Transformimi i Shqipërisë është një realitet që nuk e mohon dot kush. As kundërshtarët tanë nuk e mohojnë dot këtë gjë. Arsyeja e dytë është ajo që ne do të bëjmë për Shqipërinë dhe për Delvinën. Arsyeja e tretë që pse do votojmë prapë Partinë Socialiste shqiptarët është alternativa që kemi nga opozita. Imagjinoni, jemi 2025 dhe na shfaqet prapë si alternativë Sali Berisha. Arsyeja e katërt është Edi Rama dhe ekipi i Partisë Socialiste. Edi Rama që na ka bërë krenar, që i ka kthyer dinjitetin çdo shqiptari në arenën ndërkombëtare, që i ka kthyer dinjitetin Shqipërisë në Europë dhe më gjerë, dhe arsyeja e pestë që shqiptarët do votojnë pesën në fletë të votimit Partinë Socialiste është një arsye që shkon përtej pragut të shtëpisë tonë, përtej kufirit të bashkisë tonë, është një arsye që është për të ardhmen e fëmijëve tanë, arsye për Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja që në vitin 2030 Shqipëria do bëhet vend i Bashkimit Evropian me të drejta të plota.